Bëhet fjalë për çështje elementare. Thash, bëhet fjalë për çështje elementare, mjafton dish lexosh juridikisht. Nuk është për çështje që kërkojnë ku me di çfarë ekspertizë, ku me di çfarë eksperiencë gjatë, po këtu është vetëm mungesë veprime neglizhente dhe mungesë llogaridhënies. Po primare është mungesa llogaridhënies. Se ju thash, nëse ju bëni gabime të tilla dhe akuza hudhet për një rast të azanvrasje, terrorizëm, që paracesin shkallë të lartë të rrezikshmërisë, ju do duhet shkoni me herë nga ai funksion. Çdo kënd në botë aty pardon nuk ka në drejtësi. Duhet se cili organ i drejtësisë penale ta kryej punën e vet. Policia të mos dërgoj kallëzime penale të pa prova në prokurori dhe prokuria të mos ngrit aktakuzë, eventualisht gjykata të mos e lejoj filtrin e aktakuzave të dobta të kaloj filtrin e gjykatës. Fatkeqësisht tani me kemi një numër të madh të vepra penale në të cilat nuk mund të vendoset drejtësi, për faktin e vetëm se të pandeurit nuk janë marrë në pyetje në fazën hetimore. Si i këde vite me parë kemi paralajmëruar për këto probleme të cilat nuk janë marrë parasysh nga sistemi prokurorial dhe sot shohim pasojat praktike të këtyre lëshimeve.